Lakmia. Lakmia, siç thuhet bukfalisht shqip. Po? Kjo prish mas shumë ti. Gjithçka prish kjo mas shumë ti, për ndryshe interesi është ndërsjellë, do t'jetë, patjetër, se pa interes nuk ka asgjë. Po? Po gjithçka që është tepërt, është e tepërt. Po, edhe bën dëm? Patjetër që bën dëm. Ne nuk ka që kemi interes në Kosovë, si shembull tash, për me dominu, për t'i tregu vllajt ose motrës se ç'a të bën me ato që ja çojmë. Megjithatë, kemi dëshirë që të shkon në vend duhur. Për vetëm arsye se ne i bëjmë nga 3 punë. Unë asnjëherë që jam që 27 vite në Gjermani, kur nuk i kam bërë më pak se 250-300 orë në muaj. Kështu që është pak më vështirë. Kjo është një temë shumë e rëndë për të biseduar për më gjatë. Megjithatë, unë besoj që kur jemi dalë nga vendi në atë kohë, për Gërbet, ka qenë koha unë jemi dalë vetëm për t'i ndihmu familjes. Po? Tash po ndryshojnë gjonat, kemi marrë pitet tjetër, gërnaqa, gjithçka tjetër. Për vetëm në arsyen, për shembull, tash me zgjedhjet që kenë. Ne kemi votu aty ku kemi besu që ka mu bë mirë. Për vetëm në arsye që edhe ne dikur të kthehemi atje. Jo për tjetër. Se nëse e kam mendjen në kur në Kosovë mos më kthy, mua s'më intereson për atë vend. Sigurisht. Megjithatë, gjithmonë punojmë, vyjmë, investojmë me aq pak mundësi që kemi. Edhe në restoran me shku ku e pat llafaja motra aty, edhe aty është një kontribut, për arsye se punon një kamarier, punon një kuzhinier, punon dikush aty. Han ngaj. Sido që tjetë, është pak tema e komplikune, për arsye se mu më kujtohet kur im dalën në 19 vjetë, në atë kohë, në fshat, në qytetin e Suarekës, ka qenë disko meti aty. Edhe e kam vizitu, shpesh. Edhe e kam taku një djalë, i Asretit, ai gjithmonë ka pas parë shumë, edhe unë